Hoxh, a numërohet dhikri, pra a konsiderohet I vlefshëm dhikri, dhikri është përmendja Allahut, nëse nuk jemi të koncentruar plotësisht. Po, numërohet inshallah taala, apo pranohet, por pranohet aq përqend sa ke qenë I koncentruar. Nëse je I koncentruar 70%, atëherë nuk e ke shpërblimin 100%, po e ke 70%. Nëse ke qenë I koncentruar 50%, pranohet 50%. Pra nuk mund të themi që refuzohet tërësisht. Njëjtë vlen edhe për namazin kjo. Edhe namazin nëse e falim edhe nuk jemi të koncentruar 100%, na pranohet çaq sa kemi qenë të përkushtuar në atë namaz. Këtë e kemi mësuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, I cili ka thënë, njeriu apo robi ka hisen nga namazi I tij çat sa është I koncentruar. Njëjtë vlen edhe për përmendjen e Zotit apo për dhikrin. Prandaj themi më mirë është me bë me një përkushtim ose koncentrim të plot, por nëse nuk arrim një gjë të tillë për X arsye, ose arsye të brendshme tonat ose të jashtme të rrethonave apo të ambientit ku jetojmë apo të punës ku jetojmë, ku punojmë, themi më mirë me bë dhikr, edhe pse nuk je I koncentruar 100%, se sa mos me bë fare. Alhamdulillah.